Përshëndetje mi së dashur. Të ndëgjojmë me fajl Baqenovcin se çfarë thot për diasporën. Respekt për këtë deputet të vëvës, si gjithmonë. Mërgata jone dashur. Gjithë ky mlef i opozitës dhe disa analistëve ka vetëm një arsye. Me 28 dhjetor, ju do të vini në vendlindje dhe do të votoni. Kaq. Kjo po ju djegë më shumë se çdo gjë tjetër. Sot po i shohim të gjithë të bashkuar kundër nesh. Vetë thonë, krejt duhet me u bo bashk edhe me listën serbe, Putinin e Vučićin e Dodikun, veç me ndalë Albin Kurtin me u bo kryeministër. Por populli do ju tërgoj vendin opozitës. S'ka kthim mbrapa. Ju përshëndes. Edhe natë përshëndesën ty nderuar. Me respekt për këtë fjalim që majte. Mirë të dashur, ja pra çka tha i nderumi. Opozita nuk ka dashur që me 28 dhjetor me rast zgjedhjet, por çka me bo? Kur e don e don. Respekt mirë të dashur.